Nga zgjedhje në zgjedhje, problematika dhe fenomeni ka qenë gjithmonë i ndryshëm. Që do të thotë, po përdor ose edhe ta quajmë në vjedhjet, ose mënyra e vjedhjes ka qenë ndryshme gjithmonë, as një herë, dy herë një lloj. Në ç'kuptim. Në kuptimin që kush menon që në zgjedhjet 2021 dhe në zgjedhjet 2025, në zgjedhjet 2023 që po përdor termin pisliku apo hajdutliku, është idiot politik. Gjëja o bëhet përpara se ndryshojmë, ka qenë koha 92, 97, që i merresh kutiet ku rrisi raste votat mrena, ke parasysh jo, edhe 2011. Edhe i çik në 2011. Vetëm ka Tiranë, i çik te Tiranë, i çik. Jo, në 2011 i çik vetë. Po i çik më çka, jo shumë i çik. Pa ke gabim pra boke ke gjezaja. Për 10 vota po pra ke gjezaja, po mos e ngatroj gjë, po po pra aty, u ku ti do fuçin pak. Ma mësi u fuçin? Po këtë propozim. Okej. Pra bëshin përpara aty kur vjen pastaj ti, kemi për bani, ka ndryshuar tash metodika. Tani është blerja e votës, pa diskutim. Është intimidimi i votës, pa diskutim. Ka metodika të tjera. Është influenca administrative. Influenca, gjitha këto. Po nuk është ky thelbi debati që ka apo? Jo, pra, jo. Se këtu është problemi. Pse ka pedërta se këtu do të dalë, pse e bën? Pse e bën? Sepse e ka të pamundur, është e pafuqishme, ndoshta, po dhe pamoraçme, por kjo ka të bëjë lidhje me rezultatin tërësor, po pafuqishme dhe pamundur që të provoj me prova dhe me fakte, që pat nuk e heq asnjë pikë asnjë presje për vendimit të administratës, të intimidimit, të blerjes votë, që janë këto 5 vota këtu 10 që mund të bëjë 1000 dhe 2000, 3000 vota. Por a ndryshon procesi dhe rezultatin në mënyrë thelbësore? Ky është problemi. Dhe duke mos pas të mundësi për farsë elektorale që ngren pretendimin PD, tani çfarë po bën? Po bën këtë që shpreson që në përkutia të ketë to budalliqet, pra që ndryshon prapë rezultatin, po që ja heqin kolit, ja japin dashit, apo kujto tjetri, apo një parti të vogël, dhe thonë, kaq, ja thonë që procesi është bërë pis dhe çfarë bëjnë? Që komisionerët 1 dhe numëruesi 2 janë njerëzit më besnik, më të afërt partisë. Militantët, pra. Dhe që ato presupozohet janë ajka e partisë dhe siguria e partisë. Në një kohë që kur kanë votuar unë kundra me 26 korrik të 2024 për kodin zgjedhor dhe duke kërkuar që numërimi votimi elektronik. Numërimi elektronik është tjetër gjë, makineria është tjetër gjë. Më tjetër gjë, më të jemi vetëm vend në Europë, po ndoshta edhe në Afrikë, që ne vazhdojmë me metoda primitive me numërim dorë. Me numërim me dorë, a kupton? Në një kohë që në Afrikë. Po vetë tjera jo. Jo, marrë s'ke Kosovë një ka kërëj punë, për 5 orë dalin zjerë. Se ke të ushim për atë punë. Nuk është temë, këse Po nuk është temë, kjo është temë. Një pa mirë, se do dalte? Suedin, Italin, këtë dushti, gjithë në dorë numëroj, se nuk e ka problema që i numërove ti vota, se thotë kjo nuk ardhë në vjetë vota. Nuk e menon një gjë tjilë. Te ka marrë sistemi nga Anglia, këto, ka qenë në 2005, ka vajtë një grupë PD, në atë kohë. Unë e vetë me gjë nuk të pse këmgullet atere, pse këmgullet, dhe më thënë, këmgullja është bëhet pis procesi, dhe bërja procesit pis këshu, me budallikun, me budallikun të tyre, duke sakrifikuar numëruesit dhe komisionerët e tyre. Dhe që t'jesh i sigurt, që unë kam bindje 1000%, që harroj që një numërues të ketë blerje, të blerje dhe të ketë shitur. Harroje nga një kandidat. Kur? Sepse nuk i cakton kandidati numëruesit. Nuk i cakton kandidati komisionerët. I cakton partia. Do më thonë, kryetari degës atje. Kandidati maksimum i cakton Vëzhgusi. Vëzhgusi pas ka blerje, Vëzhgusi 20 metra larg, 10 metra larg, kaq larg. Pra komisionerët dhe numëruesit i ka caktuar partia. Dhe kryetari i partisë presupozohet njeriu më i afërt i strukturave lart dhe kryetarit lart PDSH-s. Që pra po them këtu, që të garantoj 1000% duke njohur Sali Berishën për 20 vite, harroj që Sali Berisha ka dhënë urdhër për ndonjë njeri që jepje votat kolit e hiqet dashit. Harroj të punë. Janë ato çaket poshtë, të cilët krijojnë ato lobimet e tyre brenda, siç bëhen për kryesinë, siç bëhet për këshillin kombëtar, siç. Ama këtyre bandës ke kasi dhe te këto urdhën doktore po e. Tjetër gjë tani aty. Po pra, këtu flasim për këtë çikën. Merr nga procesi këtu një herë. A është diçka. Pra që këto njerëz këtu poshtë në Berishën kanë bët trafikun e influencës për kandidatë caktuar që të kenë lidhjet e veta, edhe kanë votë kanë ndikuar, ka vënë dispozicion, çfarë duhet. Kujt i intereson kjo striptize? Kjo tani është kjo që në fund Berisha thotë Berishës. Pse? Sepse në fund thotë, po i sakrifikuar me komisionerët e vet. Dhe numëruesit e vet i thotë ja farsë elektorale. Nuk mendoj që është kjo. Kjo është një, e para dhe dyta, largimi i vëmendjes nga gjithë procesi
për tërheqjen. Ajo po. Kohë. Fiton kohë. Po pra tërheqje. Këto janë dy elemente. Nëse do marrim të famshëm Neni Basha në analizë, Neni Basha thotë kur certifikohet zgjedhja. Që do të thotë kur del vendimi final i KQZ-s mbi rezultatin e zgjedhjeve. Sa kohë do numërohet Tirana, sa kohë do numërohet Fieri, sa kohë do numërohet Durrësi, do shkojmë diku nga mesi korrikut. Gusht e pushim? Po, e ta dhe Celi Bashi, procesin në numërimit për Tiranë, në Spaku mund të shkojta edhe për te korrikut. I kanë ta manullu pushime. Që do thotë KQZ nuk do dali do të me një certifikim të zgjedhjeve, nuk do kesh një vendim të KQZ-s. Dhe sa kohë nuk ka një vendim të KQZ-s, nuk mund të zbatohet Neni Basha. Kemi arritur në gusht. Bas gushtit statori, harroje, do të mbyllë diskutimi. Vjen grupi i ri parlamentar. Mbyll diskutimi. Rifillon jeta politike në shtator nga e para, rifillon grupi i ri parlamentar me besnikët e doktorit. Tashmë jo më me një grup parlamentar homogjen, por me besnikët e doktorit, dhe doktori e ka mbyllur kapitullin e largimit ti në bazë Nenit Basha nga PD. Po sa më kishte nevojë doktorit çajnë këto nenet. Doktori ka gjithmonë nevojë të mos ketë lufta të bëndshme. Tani. Ai ka pasur gjithmonë apo? Po, kësaj s'ja ka arrit kur. Po, ndërkohë, gjithmonë i ka marrë masat që mos i kishte. I ka marrë masat, po çka ka arrit? Sepse ndërkohë që ti godet e numrusit. Koli. Asgjë nuk i gjen numrusit. Me këto shifra që do të Andoni, asgjë nuk i gjen numrusit. Ta shikojmë, nëse ka shifra më mëdha. Qofse që ndrojmë në këto nivele, t'jesh i bindur që asgjë nuk. Me këto shifra nuk i gjen. Në mbështetje të asaj çfarë po thotë zoti Ksupi. Kjo brenda partisë kalon të grupë parlamentar të parlamenti, po ndiqet një strategji. Ditën e ete, opozita ishte shqetësuar maksimalisht pse u shty seanca nga etja në të hënë për 4 ditë. Nga janë në të ejnëta? Jo, nga ete të hënë. Duhet bëjt të hënë, u bëjt të ejnëta. Oke, se ju ishit parlament. Jo, më falë, kemi drejtë. Të hënë në pratë, që të parlament, s'kemi këtu lehtitin e më përre. Ska i ka koma. Se doli një tjetër që është pensionist që e lehtitin. S'kam fillu që mund, akoma s'kam fillu lehtitin. S'jam infektuar, do të thotë. Po, vazhdo. Dhe nga etja në të hënë, shqetësimi madh. Asnjë dhe sekretari përgjithshëm, kryetari i grupit parlamentar dhe asnjëri nuk ngrente për problemin madhor për thelbin e gjës. Kush është thelbi i gjës? Kalendari i punimeve të komisioneve, kalendari i punimeve të parlamentit, mos pjesëmarrja e deputetëve në komisionet parlamentare, mos funksionimi i komisioneve parlamentare, mos funksionimi i opozitës në mos pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve të opozitës në debatin parlamentar, dhe ç'është më e rëndësishmja, ngrenin problemin që jo po ky kushtetuta, po ky projekti, jo po do të kaloj kështu, dhe nuk ngrenin problemin thelbësor. Kush është? Kushtetuta dhe rregullore ka përcaktuar institucionet e pavarura, raportimi i institucionet pavarur në Komisionin Parlamentar dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Spaku, ILD-ja, KLP-ja, KLG, sepse hapet debat, KLSH-ja, hapet debati i madh. Avokati popull. Gjithçka pra, hapet debati i madh, hapet debati i madh i debatit, sepse kemi probleme në Komisionin e Ligjeve, në komisionet tjera dhe në parlament ke njerëz të cilët janë të ekspozuar para drejtësisë, të cilët janë hetim nga Spaku, të cilët janë në gjykim nga QK-ja, dhe ky është problemi madhor që nuk do të bëjë këtë lloj debati aty dhe që gjithë një pjesë e mirë grupi parlamentar të PD-s, që mund mos e votojë rezolutat, apo një pjesë tjetër e PS-s, të cilët nuk janë në lista, krijohet këtë lloj debati dhe po e ulin pa zhduk debatin dhe është hera parë për 34 vite që opozita nuk ngre zërin që do bëhet, po marrim feedback nga qytetarët. Pra, po japin mendim qytetarëve për gjithë raportet që s'ka po vakina herë, e kupton. Do marrin mendimin qytetarëve për raportet, që një qytetare që do lexoj qytetari raportet e Spagut, do marrin apo tjetër, e kupton çku po arrin këto. Ky pra problemi që po bëjnë. Më gjej një fjalë të flasë opozita. Zero. Nuk e ngren. E ngren në prap komisionet ligjeve dje, asnjëri. E ngren në parlament, asnjëri. Pra ky është problemi që lidhet gjëja këtu e brenda partisë. Lidhet gjëja me atë që tha dhe këtu për grupin parlamentar, që këto nuk do, Partia Demokratike dhe Berisha nuk do për kokçarje dhe debat që të ngrenë matë vale debatit brenda grupin parlamentar, sepse aty është gjithë problemi. Ty merr vend media. Shikoj që kisha dërë këta që është tragjike dhe komike. Sigurisht, dhe në shumë element që kishte editoriali, që janë element edhe cinizmi brenda, i shkojnë procesin në cilën është futur Partia Demokratike në ankimim duke shfrytzuar kasin. Edhe hapësirinë ligjore që t'jep kodi zgjedhor.
pavarësisht se thuhet që është e lezetshme strategjia për ta zbaritur procesin, për të nisur me shpresën që rrugës do gjejmë ndonjë fakt dhe bëhet me rrumbullakosur akuza për përdhosje zgjedhjeve, qoftë në kuptimin e raportit me faktorin ndërkombëtar, po qoftë ndoshta edhe për ne atë takim të moshëm gjykatë kushtetuese. Është legjitime dhe kuptueshme për shumë njerëz tashmë se është një zvarritje edhe për t'i dhënë kohë doktorit që të jetë sa më i qetë edhe të sfumojë presionin e parë që vjen nga një rezultat humbës mallështor që u morën nga zgjedhjet. Ashtu siç njihet dhe fakti që zgjatja e procesit ke publiku krijon një idenë apo perceptimin që zgjedhjet kanë probleme. Por në fakt, unë mendoj që me insistimin duke tentuar ta zgjasë shumë procesin, për llogaritë të para që unë i përmonda që janë në fakt, nuk mund të thua që nuk bëhet pra ndonjë strategji kjo gjë, për llogaritë brendshme të Partisë Demokratike, por në finale çfarë prodhon, se ju me drejt insistoni dhe ke gazetari që keni. Se shty e dakord, Se shty, po çfarë prodhon kjo gjë? Pra, nëse ti nisesh me hamendësimin që po, dakord, rrugës unë do gjej faktet mjaftueshme për të legjitimuar tezën time në lidhje me zgjedhjet, jam shumë dakord që ja vlen të sakrifikosh për kaq gjë dhe të kesh durimin e nevojshëm për t'i akumuluar me kujdes gjitha faktet dhe për t'i ballafaquar pastaj me gjithë faktorët brenda Shqipërisë dhe jashtë saj se çfarë makabriteti është bërë me zgjedhjet tuke ne. Por ku kupton që nga një hapi kuti tjetër, fillojnë dhe minimizohen shkeljet, pritshmëritë që kenë lidhje me shkeljet, raport me çfarë gjë me faktet janë ku, fillon dhe bëhet edhe e kuptueshme loja që ti bën, dhe fillon bëhet dhe legjitim dhe procesi, pavarësisht se mund të ketë pasur ndonjë paragjykim apo ndonjë shkelje në momente të caktuara, duke e verifikuar që shkeljet janë minimaliste, e bën dhe shumë legjitim dhe procesin, i gjithë si ka vajtur. Kështu që unë mendoj që në llogaritë fundit të Partisë Demokratike, pavarësisht se mund të mendoj që zvarritja i bën mirë PD-s, i bën mirë kryetarit, duke mos gjetur shkeljet e pritshme, apo duke gjetur shkeljet e cilet janë modeste raport me çfarë trumbetohet në opinionin publik, e bën legjitim shumë më shumë procesin. Sa të thua, i kthen bumerang. Pa dashje po e legjitimon procesin? Pa dashje po e legjitimon, jo vetëm në sytë e vet, po në sytë e publikut. Po nuk ka probleme e politike. Sepse nuk i justifikon dot të kundërtën. Se nuk justifikon dot të kundërtën. Kemi më të qartë. Unë bëj përpoqja të qartë. Nuk kemi të qartë të bim gjëras në ballë direkt. Tu nuk bëhet fjalë vllajtem. Çfarë kemi emrin tim? Ti bim ballë, jo kolballas, Ti bim në ballë sepse këtu nuk bëhet fjalë tani për diferencë ka numër fragjil. 71 me 69. Se po 71 me 69, por si qenë zgjedhjet 2009, ta themi këtë. Si qenë zgjedhjet 2009. 70 me 70 doli 69 me 71 pastaj. Edhe 2021 që ishin rezultat. Mirë, okay. Për shkak, po pra 35.000 votë ishte diferenca PS, PD dhe opozita kjo. Edhe që po mi ke marrë sa votash, edhe për shkak sistemi, bravo, sistemi 110.000 LSI vota merr 4 mandata, e kupton. Ishin më afër. Po bën tani themi ke shifrat, me ke shifrat. 10 herë më afër. Por shifrat janë politika nuk është shkencë eksakte. Sigurisht. Shifrat janë shkencë eksakte, pikë. Mbaroj që përkthehet çfarë edhe politika me shifra pastaj bëhet eksakte. Kush është? Meni do marr vetëm dy qarqe. Do ta analizoj dy qarqe dhe të kuptosh. Tirana. Pse ka ndodhur rezultati që ka diferencë PS PD? Ka 151.500 vota e gjithë opozita. Përfshirë LSI-n. Krahasoj me 2021-shin. Duke kam shimin Tiranës,